Shkoj në vitet moj ujvar, nga malet e borës bie, shtruar vëndçe në picar, këng e derte labrie, i tun të valet me for, ditët ere netët gdhive, lule qëmtuar me dorë, në burim të melodive. Këto vargje rjedhin nga ujvara e shoqërisë kulturore Gura e Picarit, nga mozaikët e folkut shqiptar, e cila përcjell sot emocionin e 35 viteve aktivitet. 35 vite udhëtim me shoqërinë kulturore Gura e Picarit. Çfarë kujtoni prej ditës së krijimit me artistët që ishin edhe bërthama e këtij grupi? Bashkë me ndryshimin e sistemit u desh që të ndryshojnë shumë gjëra, shumë fusha të jetës, kështu që dhe një grup shokësh dhe shoqesh të cilët ishin apasionantë të kulturës dhe unë atë kohë drejtues i tyre, na u desh që të përcaktonim se çfarë duhet të bënim me të ardhmen. Kështu që më 10 mars të vitit 1991, një grup këngëtarësh, valltarësh dhe instrumentistësh vendosëm të krijonim shoqërinë kulturore, artistike e folklorike Gura e Picarit. Kjo shoqëri kulturore u krijua në shtratin e saj. E kështu që ajo bërtham ishte me artistë si Dituri Thana, Fazo Isaraj, Banush Malo, Idrizi Saraj, Durim Saraçi, Xhevair Guçe, Ilirian Karabina, e shumë të tjerë të cilët janë larguar në emigrim. Por, na u desh gjithashtu që të ndërtonim statutin e kësaj shoqërie me qëllim që ne të vepronim ligjërisht. Na u desh të krijonim patjetër emblemën e kësaj shoqërie dhe u mendua e u ndërtua një furk me kokë sorkadhi që presupozonte zonën kodrinore, malore, epikën dhe lirikën. Gjithashtu, na u desh që ne të kishim një emër tonin, një emër simbolik të asaj zone dhe vendosëm emrin e lumit Gura e Picarit, i cili ka gurgulluar në shekuj dhe furnizohet me burimat malor nga zona jon të maleve me borë. E kështu që kjo shoqëri kulturore, artistike e folklorike vazhdoi të udhëtoj ndër ditë, javë, muaj dhe vite. Kush ishte qëllimi i krijimit të kësaj shoqërie kulturore? Kjo shoqëri kulturore patjetër që do të ketë qëllimin e saj, ashtu siç dhe e kemi. Pra, qëllimi kryesor i shoqërisë kulturore, artistike e folklorike Gura e Picarit ishte hulumtimi, evidentimi dhe lëvrimi i fushave të ndryshme të folklorit siç janë këngët, vallet, instrumentat, rritet, doket, zakonet, ninullat, logatat dhe pjesë të tjera të asaj jete tradicionale që të parët tanë kanë përcjell në shekuj. Pra, u desh një punë shkencore për ta ngritur këtë shoqëri kulturore. Ishin përgjithsisht deri në atë kohë mbi 200 artistë të cilët u grumulluan rreth kësaj shoqërie dhe si të tillë ne patjetër do të kishim dhe kemi qëllimin e evidentimit dhe promovimit të vlerave të trashëgimisë kulturore shpirtërore. Si është organizuar struktura e Gurës së Picarit dhe cilat janë mundësitë tuaja për të ofruar apo për të afruar, të themi, elementë të rinj dhe a ka interes nga të rinjt për këngën popullore sot? 4 janë piketat kryesore të kësaj shoqërie kulturore. Është grupi polifonik, grupi i valleve, grupi i instrumentistëve baritor dhe grupi i artizanëve, pra i përpunuesve të gurit dhe të drurit. Të gjithë këta së bashku përbëjnë atë mozaikun dhe strukturën e shoqërisë kulturore, artistike e folklorike. Për arsye se nga një moment në tjetrin ne evidentojmë të reja dhe këto të reja patjetër artizanët janë të domosdoshëm. Shumë emra janë larguar nga jeta, por të tjerë janë duke ardhur. Kështu që elementi i ri në të gjitha këto grupe është duke u afruar. Ka vështirësi për arsye se emigrimi apo dhe migrimi i brendshëm kanë bërë që të jenë të rrallë ata që ofrohen rreth kësaj tradite, domethënë kësaj stolie që quhet e vjetëruar, por në fakt është e shenjtë dhe e shtrenjtë. Ne kemi në grupin ton këngëtar, këngëtare, zanaçi, profesionistë të mrekullueshëm, të cilët janë duke ndihmuar këtë shoqëri kulturore, jo vetëm për ta promovuar,
por edhe për të përfituar sepse ekonomia e tregut tashmë ka një fytyrë tjetër dhe fytyra jonë është edhe bashkëpunimi për të qarë, jo vetëm në skenat natyrore të rajonit tonë, por dhe në ato kombëtare e ndërkombëtare. Epika, lirika dhe elegjika përbëjnë repertorin e grupit folklorik. Mbi 1600 këngë, valle, pjesë instrumentale janë interpretuar nga artistët popullor në festivale folklorike, kombëtare, ndërkombëtare dhe në evente rajonale të polifonisë. Kjo shoqëri kulturore, siç tham, ka këto piketat e saj të grupit polifonik, të valltarëve dhe të instrumentistëve. Kështu që kjo është e aktivizuar në aktivitetet lokale, rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare, duke filluar nga Gjirokastra, por deri në Shkodër me grupin e instrumentistëve. Në tërsinë e vet, kjo shoqëri kulturore ka një fytyrë të veçantë, një karakteristikë të veçantë në folkun shqiptar, sepse këtu është dhe dallimi, pra mozaiku i folkut tradicional shqiptar, ka pjesëzat e saj dhe ne jemi një pjesë shumë e rëndësishme dhe pjesëmarrja jonë patjetër që ka qenë dinjitoze duke pasur identitetin ton, duke pasur fytyrën ton në hulumtimin dhe interpretimin e vlerave të trashëgimisë kulturore. Por nuk do të thotë se janë vetëm festivale të cilat realizohen nga institucione të ndryshme apo shoqata, por ne kemi koncerte të vazhdueshme me agjensitë turistike nga Evropa dhe bota. Ju jeni krijues, interpretues, drejtues i kësaj shoqërie kulturore. Cilat janë, të themi, projektet që ju keni në vazhdim? Lajmi mirë është që shoqëria kulturore apo grupi polifonik së afërmi është duke regjistruar disa këngë që do të përbëjnë buqetën e albumit ton muzikor. Dhe një nga këngët e ralla është te ky grup ku do të paraqitet së afërmi për të gjithë spektatorët teleshikuesit. Është një këngë e cila ka origjinën prej vitit 1850, ku bëhet fjalë kur atëherë luftonin me Jatagan dhe Dogra, ky kishte edhe fyellin si armë, pra bënte lajmërimin se erdhën osmanët, erdhën koshallët apo u larguan. Këti në këtë kohë i vran gruan dhe djalin, pra Menekshen i vran gruan dhe dëm të vran Menekshen se bëri një djalë dhe djalin ta pren se kërkon të kal. Ajo cule e shkretë deri në jahninë, ngreti e bejrë bi o lejtë dhe pasha ja o liena. Pra është një këngë e vjetër e cila do të përcillet për të gjithë ata që e duan dhe e ndjejnë folkun, polifonin, trashëgimin kulturore. Këtë sezon, pranverë, ne kemi kalendarin e aktiviteteve, siç janë festivali i Vjosës në Memalie, i Selenicës, i Vlorës, por dhe në Korçë e Shkodër. Pra është një lloj kalendari i cili do të na bëjë që të ruajmë ritmin dhe cilësinë, për arsye se nga do që të shkojmë do të kemi identitetin ton zonal dhe rajonal. Kështu që të gjitha këto lloje aktivitetesh besoj se do të ruajnë grupin ton për të qenë më autokton, duke pasur parasysh dhe interpretimin e vokaleve apo të cilësisë së lartë të ritmit të valleve dhe zakoneve e dokeve të tjera që ne do t'i përcjellim për spektatorët dhe telespektatorët. Gura e Picarit, që prej vitit 1994 është antare e qendrës kombëtare të organizimit të festivaleve folklorike në Francë.